podcastin e mbaron. Po kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është histori. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje edhe këtë javë. Uroj që e keni pas një super vikend. Edhe njerë përshfryzoj rastin krejt fëmijët kudo që janë, uroj që kanë gëzu ditën e tyne. Ka qenë një ditë shumë e mirë edhe fëmijët e rritur uroj që e kanë shiu një qershorin. Sot po e fillojmë edicionin e parë të muaj qershor, duke u rruar që po na vjen me lajme të mira, me ngjarje të mira, me gjëra pozitive, ashtu me qershia, po me çfarë çmime se. Po, çështu që janë edhe temperaturat, uroj që ka më na shku edhe java edhe muaji nxehtë mirë, 28 gradë për ndryshe sot. Apo e vren? Po vret edhe për prej neve, po vret domethënë edhe për prej neve. Është domethënë halo ma nxehtë. Se prej neve? Po, domethënë po reflektojnë as që po reflektojnë as jo, po reflektojnë as që ka qenë nxehtë. Po reflektojnë as që na kanë në koncert. Për ndryshe për juve që jeni në vetura në këto momente, mos harroni me na tregu se ku janë pjesë më të ngarkuara. Në 049978978 është numri i telefonit ku presim informatat e juaja rreth komunikacionit. E njëjtën kohë shëndet, njëjtën kohë presim edhe me u përgjigj për temën e ditës së sotme. Kemi një temë, edhe po presim me na thirrën na tregu se s'ka shije më të mirë se Pik. Ju e vazhdoni këtë pjesën tjetër. Ska shije më të mirë se veç qarem, kështu mos e mendoni veç ushqimin, se nuk të shijon veç ushqimi. Ka shumë sene tjera që shijojnë. Ma i fion se menojnë që unë e di çka menon. Ti fal veç për veti. Po për veti, po. Ti veç për veti fal. Është edhe një takim me dikon, një bisedë me dikon që shijon shumë. Po s'ka shije më të mirë se me nguni këngë të mirë s'dash. E vërtet. Dafina Zeqiri edhe Luciano, po energji ka nga fundit bashkëpunimit. Luciano, se di vot as spedi kojt është ky. Hajde të dëgjojmë. Kush është ky? Amo Dafina domethën. Informatat e para sa përket komunikacionit për ditën e sotme po na tregojnë se Fush Kosova është e ngarkuar në këto momente, po shihet me kolon për mirëqasje atje rrethit Fush Kosovës. Pjesë tjetër e ngarkuar është qasja për dekreti duplex nga rrethi i ambasadës. Rruga Tirana e ngarkuar për dekreti brapa stadiumit dhe rruga Tirana në drejtim të udhkryqit Menzës nga komuna. Këto janë informatat e para që kanë arritur sa përket komunikacionit për ditën e sotme, ndërsa Petrol Company na ka sjellë çmimet dhe na tregon se në Çaklavis në të dy anët e rrugës, benzini dhe eurodizeli është për vetëm €1.12 litri. Ndërsa në Ajvali e keni benzinën 1.13, dizeli 1.12 për litër. Për lojë shpërblyese, për me u bë pjesë e komunitetit në Viber, mos harroni me i shkruaj në Facebook Petrol Companies, edhe ata masane ju dërgojnë link, e në çat link ju mundeni me u bë pjesë edhe me i pas çmimet për pjesë të tjera të ku janë pompat e derivateve, se si janë çmimet. Për ndryshe, që na pas ka shkruar Petrol Compania. Po na shkruan dikush diçka fion, nuk pe di çka po na thotë. Edhe Vojsa po na dërgon ajo. Po do Vojsa nuk pe di pse po na dërgon çdo. Po na dërgon ngjarje për dëshmërisë, kush ka i tha me kën foli, me kën nuk përla. Po nuk e di çfarë pas hamrin. Po nuk na interesojnë ato punë, nuk na interesojnë. Hiç, domethënë, nëse është diçka që mvaret prej neve, po nëse s'është atëre s'kena çka me bë. Dalja pjesa nga shkolla fillore Dardania për me shku tek posta, po shihet aty te Tremokosi, po shihet shumë e ngarkuar në këto momente, është arsimi që na ka dërguar një foto dhe na ka treguar për këtë pjesë që është e ngarkuar në këto momente. Pyetja për ditën e sotme është s'ka shije më të mirë se ju na tregoni se cila është ajo shija më e mirë për ju, po që tha dhe Fiona mos e lidhni, po edhe me ushqim, po mos e lidhni krejt me ushqim. Po bën edhe ushqim. Bën edhe tjetër çka, po. Bën edhe diçka tjetër. A bën edhe diçka tjetër, okay. Edhe një komunikacioni para se me pranu telefonatat. Hajde. Ku ka ndërplej, po më vjen keq. Rruga Tirana me kolon është nga stacioni autobusëve deri tek rrethi prapa stadiumit. Çe merr telefonatën mos na pret. Hajde po e presim telefonatën e parë për këtë javë edhe për këtë muaj. Alo, përshëndetje. Po folti se ky domethënë është afër mikrofonin aty, apo e kupton? Unë jam të ngucimin live, s'kam nevojë më ngu edhe përmes telefonit. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Më ndëgjuse nga Prishtina. Hajde dëgjuse nga Prishtina, tregona çysh e kalove këtë fundjavë. Mirë shumë. Hajde tregom, s'ka shije më të mirë se çka? Çka mendon ti? Shije më të mirë me aromë se era e prindit s'ka kërkon. Ja, për aromë se këna. Jena të folë për shije, jo për domethënë një shisa të ndryshme, mos na ngatro. Ja, shije. Hajde masi e them me prindin, lidhe me diçka tjetër me prindin. Dhe e di që kanë me thonë, ashtu kështu. Se kritika e prindit atë. Jo, këshilla e prindit ose ushqimi i prindërve. Këshilla e prindit, pizzat kur ti qëtë momi. Domethënë pizza e mamit tonë, s'ka shije më të mira? Jo. Okej, faleminderit shumë, të përshëndesim. Hajde tung miro dëgjofshim. Për momentin s'ka shije më të mirë se rrugova. Sidomos kur je në gjendjen time. Po. Me ftohje të rëndë. Të vetë diagnostifikuar. Ishe me shku dhe 4 me në gjithë. Alo, përshëndetje telefonata. Shku kejtë shqiptaria, pëse mos me shkone. Kush na përshëndet? Ju përshëndet një gjyshe, kushtia me mirë e gjyshes është për qafimin besës. O, veç pak, për na përshëndet një gjyshe, prit ka dole mos u gut gjyshe, merri me rallë gjërat, qështu të ishin atje. Për na përshëndet një gjyshe, nga cili vend për na përshëndet gjyshe? Prej Prishtina. Nga Prishtina. Ska shije ma të mirë, për qafimin besës. Qa është të gjyshe? Ska shije ma të mirë se për qafimin besës. A është e vërtet për në me? E vërtet. Qëre kur më ka thonë më gjyshja jam që du ma shumë se fëmijët e mi ku më thonë së qysh është e mëndshme. E vërtet ishtë që pëjdojsh e nipin e mbesën ma shumë se gjithë shka njët. I paq me jetë gjatë bofshin krenar gjyshe. Lumë të goja, faleminderit shumë. Kalofsh mirë. Faleminderit. Mirë, s'ka shije më të mirë edhe se Go Plusi, sidomos në ditët e nxehta të verës, sidomos në këto ditë që po na vinë, sidomos kjo javë, qëshori ka nisë domethënë me temperatura ekstreme në krahasim me temperaturat që na shoqëruan gjatë javëve të fundit, se nuk janë ekstreme 30 gradë plus. Kështu që siguroni me u fresku dhe me shiju një Go Plus. Plus çka është më e mira është që do të hyni në garë për lojën shpërblyese. Çdo kod që gjeni nën kapakët e Go Plusit mundeni me i mbledh edhe me i dërgu me i shënu te lojagoplus.com. Mbi 100 kode duhet me dërgu për me u bë pjesë e lojës shpërblyese, edhe çka do të fitoni? Do të fitoni Avatar 12 modelin e jashtëzakonshëm të veturave elektrike që ka vendosur Go Plus me i dhuru 8 në Kosovë, 8 në Shqipëri, 2 kanë tash po mesin sem 14. Bibian. Nani? 7. Ani se ka sa dush. Tash ato veç kanë me vazhdu edhe me unda, kështu që siguroni me marr pjesë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit, kush na përshëndet? Sadikun nga Vështreja. Hajde Sadik, tregon aty çka mendon. S'ka shije më të mirë se respekti. Aha, ta pijet, se s'me di çka është. Për bijet. Jo, a për pije po mendon? Për shije. Ban edhe për shije, po. Unë mendova që për domethënë e lam pak si hapësirë kështu se jo gjithçka nuk shijon veç ushqimi, ka shumë sane tjera që shijojnë, po supozojmë që më u fokusu te ushqimi. Përveç respektit, çka shijon, çka s'ka shije më të mirë tjetër? Po çoj tozi me limon. Qashtu bre, hajde. Te i vështrisë edhe me anashkalu qajnë, s'di dhe me thonë. Unë e vishë, kësil tha nga vushtria, thash s'ka shije ma të mirë se qaj me limon. Qaj ma zbuke. Pëshë. Shkoj të respekti. Hajde Sadik, faleminderit. Lani me respektin dhe ka venin e vetë. Qaj venin e vetë. Dëgjani, Prishtina-ticket.net përveç Zvicrës, Gjermanisë, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut që ka destinacion, e ka dhe Parisin, kështu që ju që keni me udhëtu në drejtim të këtyre destinacioneve, shteteve, se destinaciona atje ka tani shumë, më futuni tek Prishtina-ticket.net për me rezervu biletet me operatorin më të madh në aeroportin e Prishtinës me çmimet më ekonomike. Prishtina-ticket.net. Alo, përshëndetje, Viber. Përshëndetje Nezireve tani morgen. Nezir si je? Mirë, faleminderit. Jo. Si ke kalu? Shumë mirë të këthy të shpia. Tash je të këthy të shpia. Tregom Nezir, s'ka shije ma të mirë se çka? Po se unë nështë të ndryshe me kuptoj, po shia është diçka që e hanë, apo... Po tash shije të mirë mundet me talon edhe një fjallë e mirë, apo kupton? Shije të mirë mundet me t'lon një njeri me një sjellje të mirë. Shije të mirë mundet me t'lon edhe një kerr i mirë. Shije të mirë mundet me t'lon edhe ushqimi, pse jo? Po të rejës në be ati menimit më hershëm, se të më onë kjo e mund
fjala e mirë, fjala e urtë e bukur, është shija më e mira. Fjalët e urtë popullit, është shija më e mirë për ty. Edhe me luë e rejekot, ka një herë ka një. Pa qashtu. Faleminderit, s'ka shije më të mirë se me ta dosh thuj. Faleminderit, përshëndesim shumë. Hajde kalofsh mirë, inshallah pe provon që shije. Hey, na ka thirr dikush, nuk e di është mos kemore çikë. Mos kete pa ire. Zilia? Mos e di, le të më shruan edhe një herë. Se më ka treguar një ditë e kena përmend lloton. Edhe tha unë jam një prej atyne që e kom fitu Euromilionin. Po? Euromilioni bjen bajagido miliona fion. Nështë s'ka fitu miliona. Ka me thirr një ditë me diskutu këtë farë pune. Jo, aty s'ka valla, pa miliona s'ka, në Euromilion s'ka, po se lotari e krete. Po nëse është që ky ai personi, kisha pas shef edhe një herë më shkrua dhe më thirr, edhe me kështu që shoq ajo shija. Se na se dim, se kena provu. Se dina shumë. Alo, përshëndetje. Desha me thonë diçka tjetër për është ilegale. Alo, kush telefonon? Përshëndetje, një lodhe. Jo, faleminderit. Kush na telefonon? Kush na pyet? Ariani, përshëndet. Hajde, Arian, prej nga na telefonon? Te shtëpia ashtu. Prej shtëpisë mirë shumë. Edhe për momentin çka po të shijon? Vallaj, nuk se jo prej natyrës, dhe shia ma e mirë është kër e përgatiti ushqimin natyrë, që është shia ma e mirë për mua. Çka përgatite? Hajde t'rregom. E përgatiti vetë. Po çka përgatite? Se theve sa erdha prej natyrës, ke përgatiti çka? Hajde jep na pak shije prej ekranit. Vallaj, me të kalzu dhe edhe vletë do së gjukë shtë të shpisë. Vesh nuk e posova se po e te proj ka njëre. Edhe zëgjë ju kanë shku jarkë të më thonë. Ja dita era, nuk kaloj era që knejtë më thonë. Edhe ata e din që është mirë. Nëjse, a diso njëri në kjerë ta shtë është të bo. Era së gjukë. Për me edhe kur ja bashkon që ati me nejtë rot gjatë rogove që ati ju hajtë ditën e mirë. Edhe nejse, edhe dolin shumë edhe tani aty. Të përshëndesim knaqë që shijoj natyrën, faleminderit. Kalorësi mirë të fala. Hajde mirë të gjofshëm, faleminderit. Me si të dhe një shaja se mos folni kështë për ushqim këtë koha. Jënë do ushqimet që për një me ma shumë të pëlqen aroma, era, se sa shija. E sugjuku është njëna prej tyne, domethënë erën e sugjukut kur e ni. Tu e përgatit takona. Po, më pëlqen. A me shiju kështu nuk më shkon mendja, domethënë me përgatin e era. Erën kur e ni tu e përgatit dikush tjetër, është. Shkon ty se mu e këtina po? Fal për vete, thuj. Fal për vete. Ani mo me marr Toyotën edhe me shku me bo camping si Ariani për shembull. Po. Që mundesh mja qita të pajisjet e dente, ato të kampingut e... Raf 4 shqip shumë, dhe ka të mundësi me bo edhe ato kampingun me vendos këto tendat. Para më dësh farë pushimi kësh me qenë. Edhe shtriesh flan aty mrena dhe me dosh lirë. Shkonin Toyota në Autotrade se kanë arrit modelet më të fundit të 2025-ës për krejt ju maraklit kerreve edhe i maraklit qetësisë, domethënë se 10 vjet i keni garancion për secilin model. Shkoni në Autotrade, shikoni veturat më të fundit edhe zgjedheni cilin do që juve ju konvenon, ju pëlqen, edhe keni mundësi me bë pagesën nga çdo bank e Kosovës. Alo, përshëndetje Viber. Përshëndetje Cil. Përshëndetje Nusie. Se po shvetën atë. Mirë, faleminderit me ju si gjithëherë. Qysh e ke pas vikendin mirë? Shumë mirë, për barak mirë. Shumë vje mirë, s'ka shije ma të mirë se? Se ushqimet e Kosovës, kur po vim Kosovë, im në restorana, shumë ushqimet e mirë. S'ka shije ma të mirë se ushqimet në Kosovë. Që ka shpelojna se e mirë ke. Faleminderit që na ke thirrë. Hadi, përshëndesim. Edhe na ty të përshëndesim e pash një pasditet mrekullueshme. Ciao, kalofsh mirë. 049978 dhe njerë për juve që jeni në përvetura dhe për shini pjesë ngarkuara në komunikacion, na tregoni duke na dërgu foto për shijet e ngarkuar qasja për të krethi Çaklavicës në drejtim të Prishtinës me kolon. E ngarkuar është edhe rruga Gim Ramadani nga komuna drejt tek kryqi i Menzës, pastaj me kolon e keni pjesën nga rrethi ambasadës deri tek stacioni i autobusëve. Pjesë tjetër ngarkuar na tregoni nëse ka, duke na dërguar foto, po gjithmonë kur t'jeni ndalë nëse dikush është me unë vetur asnjëherë gjatë gasjes, edhe na me mujt me informu krejt pjesëtar të tjerë në komunikacion. Ja, telefonata e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë dita. Mirë dita, me kë po flasim? Me Salin. Hajde Sali pak ma gjallë, prej nga për na telefonon? Po gjallë jam marë. Ma. Ja, po shka ma. Unë me fol po foli. Jem të e prit një përgjigje, ta është të shumë mos rastisht jetja që po e thot, për një shijet mirë që njët Kosova, do me thonë në për rajone në për Balkan. Tregom ti, s'ka shijet ma të mirë se?
Se kur ta bëj ushqimin vet, po do të thonë shpagetët. Do të thonë i ki specialitet. Po specialitet tem. Me çfarë sosi? A e ki sekret kështu s'do në zbulu? Me ketchup. Se këtë jetën pa të shku ma herë dhe pa familje, unë pa gjithmonë ajshna shpageta me ketchup i bëjshna, mish. Edhe që kaq, okej, do të thonë dëgjim të parë shpageta me ketchup është do të thonë torturë, është krim ndaj shpagetave, po nervozo. Nështë e ka Salina jo shumë me shpageta me ketchup me qit. Jo shumë. Vesa për shije. Jo përdor shumë. Sa për shije. Mos shana italian. Shijen e mirë ka. Okej. Vjen shumë shijen e mirë. Kur vjen rruga në herë ka Dragodani, ka Arbria. Ata dy italian. Një kuti edhe me veç ta bojnë italian. Ata dy. Edhe na i bie pak shpageta me provu. Nëse asi unë jo thras të shtëpia jam, edhe nëse vini. Ku bash? Si ima me gjaty. Ku? Ha? Ku me ardh? Unë jam për një fshatit për Zenit. Po tregon emrin e fshatit se na Krushe. Pikrushës s'po ma thua. Fshat do të më py. Sale. Po ti thon pikrushës, do të thonë është një super fshat. Okej, u kry. Krushën e dini me siguri. Po e dini, unë ju thras, ju vini. Okej, Sali, u krym. U bitis kjo po. Deri në Krush kena me shku për shpageta. Edhe ato me shpageta. A vini se? Do mundohemi të vina, veç terna. Se që shena dhejës këtë qëshur. S'ka kur shena dojnë. A da kam ju po shpageta. A do po, falimderit shumë. U kry, Sali, falimderit. Kalën e mirë ju po shpageta. Ishte marim vetën njerë. Do të me ek një fatë bjetës se e kena një problem. Të marim vetën prej Tiranës. Fion, edhe një foto më ka rrit. Hajde. Apet për na të regojmë për Çaglavicën, shumë kolone gjatë. Do më thonë, Çaglavica është me kolon shumë gjatë në këto momente edhe ato. Disa kilometra që ka kolona. Për ndryshe, për juve që keni nevoj për me pas infinit minuta internet e këto, për juve që keni me udhëtu dhe jashtë vendit, mos harroni me marr pakon infinit nga Ipko.com ose njonim prej dyqaneve të Ipko për juve që tani me aktivizu. Mos harroni. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Se ma je mirë, dhe? Mirë, faleminderit. Kush më na pyet? Hasani nga Gjakova. Hasan si kalon? Mirë. Si ke pas ditën sot, mirë? Mirë, sa muna me si gjuk. S'ka shije ma të mirë se sa muni me së gjok, apo thu? Po, valla. Ama i Gjakovës. Ama sa muni Gjakovës. Edhe nivo, ati me riziku edhe nivo, me aqit. Ani me bo me aqit edhe pak djath aty, një zdink. Lema se të froni tash se 7 euro po sa muni. Shkum. Na shtot bëhet edhe 10 euro, s'ka lidhje. Cili vend ma të mira i bën sa muna të Gjakovës si pas teje? është një, i thojmë në Tezaki, të se ma fori. Tezaki, okej, u kry. Faleminderit që na ke telefonu për të përshëndesim. Respekt edhe për ty. Edhe kësaj shoqës respekt për këtë shoqën, atë kësaj shoqës. Faleminderit për juve. Faleminderit shumë. Faleminderit. Përshëndesim shumë. Hajde po e bresim tjetrën telefonat 049 978 978, jemi live edhe në YouTube, mos harroni, edhe në kanalin zyrtar në YouTube, po keni me pas emisionin mas orës 18, për deshta me thonë edhe në portalin e Koha.net, jemi live edhe aty, edhe në portalin tonë njëkohësisht. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Bedria, për nga je? Ka qako. Ska firma te, po të me nëtë pak. Ja marrë dhe Zvicër. Mire ki se kjo për na indronë desna, mire ki. Po, nga jeton e dashur, po? Po, mu... Je Gjakovës dhe ke shku në Zvicër, a? Okej. Po. Mu më pëlqen shia e Jalangjit. Jalangjit me speca. Ja keni nisëm, keni i në ushqim krejt. Qa është ata, Bedrije? Po shka me bo, për shka është, s'ka shie me të mirë se... Ani, okej, pelojna me Jalangjia. Me qka marot kjo, qka është kjo? Se na qësimit Gjakovës nuk i dim bash krejt recetat. Unë po flasë kështu, do më thonë shullë shqip, me patligjon të koq, spec, qep, hudër, e mi përzhit, pasa me mishin mizi, ose me specat përzhitën, mi kop një pjek, e mi aqit për mi jalangjit, mi marrë dy vatë. Desha ty të mishi, po e bojmë edhe na, po nuk e di ajo, na i thojmë, s'ka na i fare emri, a mo na pa meshe bojna. Na i thojna qatë ka qilupi perimeve që qatë... Na i thojna... Jalangjit me speca, unë e kom qep. Okej. A mo le mishin, se ma e mirë bot pa mesh. Mesh, gjithçka me mesh. Vobeksi është. Zbajgore. Gjakovar me ongër pa mesh. Jo, më zbajgore.
Ama një samon, ama një samon. Atje në Zvicër, a ka na ushqim që të kalon bresa kështu për shembull? Po, fondy. Qysh? E bëj vet fondy. Fondy. Okej. Faleminderit Bedrie, kalofsh mirë në Zvicër. To kalofsh mirë. Edhe për këto çka është ja nisa mund tu. Mos harroni me shku në Enza se zbritjet pranverore po vazhdojnë. Shkoni atje brendi Dorian Imobilieve ka zbritje në shumë artikuj, kështu që shkoni në Enza, po përveç kësaj e keni edhe linjën e dyshekëve dhe aksesorëve tjerë për fjetje nga Jatash Bedding. Janë super kualitative, i gjeni vetëm në Enza. 049978 po vazhdo me prit informatat edhe rreth komunikacionit. Në Viber mund të më na dërgoj fotot për ndryshe mesazhet që po i dërgoni, gjitha mesazhet që keni dërguar mas orës 17 kena mi lexu. Pishollë do voice mesazha i keni dërguar, po edhe ato mund të më veç pas orës 17 më ndëgju. Edhe do të më jemi këtu mi lexuni, mi nguni hartë. Po, kështu që për transmetim ajo. Jo, çdo çka mund të më bëj aty më thon, a din çe bapa. Pacimi diçka në fillim, po. Alo, përshëndetje. Alo. Okej, s'po do me fol. E presim telefonatën tjetër që do me fol. Kur na telefononi, largoni nga televizori, okej? Ose nëse jeni në radio, ja ndalni zonën, nëse jeni do na dëgjoni përmes radios, se na dëgjoni mjaftueshëm mirë përmes telefonit. Alo, përshëndetje. Kërkëngjes për kollitjet. Kush ma propora mikrofonit më. Alo. O përshëndetje, ai debater ma over telefonit, ku je shku kështu? Që të këtyr juve. Afro e telefonin, që ashtu bate. O e ka prish telefonin Elbasan kë. I ka ratën. Ja per rok veç ja pas kinese. Bater. Qau. Hajde të regona, s'ka shije ma të mirë se? O valloj, kur qonën me nëgjes e pi kapen me uj e me një lokum. S'ka shije ma të mirë se kafja me nëgjesit me lokum. Faleminderit Bater që na ke thirr. Tung, faleminderit se po dëgjojna për na përsëritur. Lokum e ka fjalën për bashkëshorten. Me lokum. Po da, me lokum. Okej. Me lokumin afër. Jo se di se çfarë ato se buna sa pyetje kush është lokumi këto. Po, okej. Me sa lokuma? Shprohet pyetja. Bater. Me çfarë lokumi? Me çfarë për masazh, ka jo mbël. Alo, përshëndetje telefonata. Hajde shkojmë atë në Albi. Hajde po shkojmë në Albi shpejt mandej kthehemi me. Shkojmë atë në Albi, mos na hap kolona. Dhe këtë Janë do saga që nisin e mbarojnë. Po rikthehemi edhe një herë në 049978 po vazhdojmë po presim informatat rreth komunikacionit, po presim na tregu për ato pjesë më të ngarkuara, por edhe një herë ju rikujtoj juve që jeni në vetura në këto momente në Çaklavic në të dy anët e rrugës. Petrol Company e ka sjell benzinën dhe dizelin për vetëm €1.12 për litër, ndërsa në Ajvali e keni benzinën 1.13 e dizelin 1.12 për litër. Mos harroni që në Facebook dhe Petrol Company mund të më shku edhe me marr informata që është mu bo pjesë e lojës shpërblyese. Për ndryshe sa e përket komunikacionit, nga disa foto që i parë që kanë arrit këto momente, jo është maqetush, për çudi. Rruga Kim Ramadani po shihet pak më e ngarkuar në drejtim për tek udhkryqi Menzës dhe Ana Sjelltas, pjesa poshtë Veternikut me kolon deri tek rrethi i ambasadës amerikane dhe po shihet e ngarkuar pjesa e hyrjes në Prishtinë nga fushë Kosova nga kazerma Demiashari Tutje. Alo. Po, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Kush na përshëndet? Ida nga Prishtina. Linda a the Linda? Ida. Okej. Si kalon? Mirë. Çush e ke pas ditën? Edhe një Thonja. Thonja, çfarë ta tregoj Thonjen çush është? S'ka shije më të mirë se Buka e nonës. Buka e nonës. Okej. Faleminderit që na ke thirrë pas një pasdite të mrekullueshme. Faleminderit. Ton kalon. Përshëndesim, faleminderit shumë. Po saroni? Jo. Jo, s'ka lidhje, Me radh. E dishta mi ju tregu që Ventura Motors vazhdojnë me ofertën për krejt juve që doni me u bo me një Vespa.
edhe me shiu kolonën, nëse ti nuk e shijon kolonën se ti veç shkon, mi çon me dorë, titit. Vespën që e bleni deri në 125 kubik, keni me pas një vit derivatet falas nga Venture Motors, kam u siguru derivatet për një vit të plot nga momenti i vlerjes së Vespës. Kështu që shkoni atje, shfryzoni këtë super ofertë edhe zgjedheni Vespën më të bukur që e gjeni veç në Venture Motors. Automita për ndryshe ka sjell. Alo, përshëndetje. Jo, prit para përshëndetjes, Behari na ka dërguar një foto po do. Jo, nuk është ai që po mendoj. Çeli Behari, jo. Jo, tjetër kush është. Po thot që ka kolon për mjëshos atje udhkyshit e Santea nga rruga Luana Ladina nga qendra. Faleminderit shumë për informatën që na ke dërguar. Faleminderit Behar, se njëri që njohim monecimi më duket s'është më në mesin tonë. Jo, është a din që më ka shkruar pak para emisionit. Çka tha bre? Jo, veç shkrujti kështu, veç për çef atë. Veç për çef, okay. Veç për kallë u çudita, po se kesh do e lypte ata njerëz të humbur. Çe telefonat. Edhe unë shumë shpejt kam e lyp. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Kojshikja. Hajde Kojshikje, çu je? Mirë, ju si jeni? A pe keni nxat ju këtu në Alsina? Urna? A pe keni nxat thash edhe ju sigur na? Valla boll. Si në Dragadan, mos sikur. Po te çata po tha me dhon. Hajde tregom ti, s'ka shije më të mirë se? S'ka shije më të mirë se kur rasin vllaznia, drekën, kafja, ndar. Çaj e dreka vllaznive po menen. Mirë, pjasi. Çaj e dreka, çush është ai shpreha e popullit se di jam lejohet me thon. A çapo. Ka thëmë mrapsht. Lebesh. Po. Asi gratis. Nuk tingëlloni njëjtë. Nuk tingëlloni njëjtë. Te cili kishe pas shef me shku? Çu shta Saidi? Saigi edhe është Shef, është mirë, është Saigi, është krejt. Endret, lutem veç pak se kena përkthysin këtu. Endret, çka është Saigi? Dhe ndriti hesht. Ja, s'është këto dhe ajo të e lyp. Okej, dreka e vllaznive është tu e këshyr në ChatGPT. Domethënë dreka e vllaznive, Saigi. Saigi, që të bën. Te cili vënë si konja dyatri te cili? Te cili vlla është e ka kështu më të mirë ushqimin? Po. Më të bollshëm. Krejt janë njëjtë. Krejt që me qitë qka do së gojle veç është respekti edhe Saigia. Edhe Saigia. Duke Saigia është kur e ki këto njëtin e mirë që thot popullim do këtë. Po, njëtin e mirë, menën e mirë edhe thire dhe bë respekt. Ashtë pra, po sta qëtë se këto e fjallë jashtë fjallorit. Faleminderit Kojshike, të përshëndesim. Pash më se ka shkru nuk ekzistojnë këtu në fjallorin Shqip, veç ku me di që shim për 7 herpi turqishtes, herpi ku me dit ka kandala, që shkandal. Po thot, rrjedh për fjallës turke, që është të kuptet, që ta është të këshyri. Alo, përshëndetje. Aglam. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Kush na përshëndet? Bledi nga Durrësi. O Bledi, si e? Kam qëtë, po ju gjoj, pas të u bëjë dhe unë i telefonat. Po shumë mirë që na ke bo një telefonat, me na sjell pak nxëtësi Durrësit. Halojmi në tripat të Tiranës. Se kemi qenë në Tiranë dhe ala po flasim. I përshëndesim krejt nga Durrësi, domethënë që ishin aty. Po kam gjithë rrugës që ngjoj lloj ushqimi, s'kan gjë pa përmend. Hajde tregom ti s'ka shije më të mirë se? To harrojnë që gjithë këto gjëra që janë tu i humbur, më mbrapa fillon i nga të luksi. Jo, na lexojmë libra në kolon. S'ka lidhje se na kena ku në kolon, atin so kalorit i upim këtu në kolon Prishtinë, se domethënë janë kolona të mëdha. Po tregom ti s'ka shije më të mirë se? Kur së nga të mon luksi ma t'i ka hongër pra. Unë prita që po thu s'ka shije ma të mirë se Durrësi. Pa ta shi se Durrësi. Durrësi djetë ma edhe për ushqime djetë. Po dhe se edhe për ven. Ajo era e peshkut, kur hinë në Durrës, do me thonë. A është haloni, në me ka qenë i farë restorani, ku shkeshim aty të e i farë rotondo, e rrethi që shkeshim për me dalë në Durrës. E u ka një farë restorani vjetër që aty, i peshkut, a është halo, a eksiston aj? Ke rotondët i pësu prej Tiranës rruga vjetër, prej Tiranës që shkon Durrës. Prej Tiranës rruga vjetër? Po të qaj autostradë që ju kanë tash më se si ju kanë 10 rrugë. Po prej autostradët Tiranë Durrës. Po, prej autostradës kur del. Po, në përgjithë ato janë gjitha, nuk është e ka lëviz. Shumë mirë, do më thonë është një super restoran për ata që se kanë provu edhe me shku me provu, do më thonë peshku. Që dhe emrin mi adit, mirë shkon. Jo si adi. Jo më rethuja emrin, s'ka lidhja, është e jona.
Restoran Tirana me këtë fjalën dhe. Çashtu, restoran Tirana, po ti. Kes, çaj. Hajde ti s'ka lidhje. Ej, po të përshëndesim rrugë marr, faleminderit që jemi ne. A mos na dha përgjigjen Bledi? Ta lukthit të tha. Ja lukthit, po den. A të shfash jeta apo ai? Sti, unë lo brokollim. Para në që ka po lukthi kësajna. Gjelbërt. Jo, më ty ka po si mal. Si me kam varë gjungle. Gjelbërt, kur gjatë tjetër së shatë. Livad. Ej, 049-978-978 edhe njerë në mësë që a i nonë shumë duke të qërësi 978-978 numëri telefonit për ju që do një më në thirë për mes telefonit e keni lidhje në hapur edhe për Viber për mundomi pak me alon edhe diasporës ose ata që më në dëgjojnë jashtë Kosovës. Mësara një Swiss Diamond Hotel Prishtina me rezervu për ahengun për qka do që keni nevoj për këtë vit fejsa, martesa, qka do qoftë e keni Swiss Diamond me shumë salat përshtatshme për qfar do eventi që keni nevoj. Përveç kësaj, për tërtmane, për salat, për pishinat, për saunat e këto, ato e dini tashmë. 038-220-000 është numri i Swiss Diamond. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Hajde, kush telefonon? S'paj njështë. Joza telefon. Joza, telefonu si ri, më vjen mirë, së shumë pok zona, kur po kemi telefonu stri qështu. Joza, për nga na telefonon? Se për i Gjermania. Për i Gjermanis, sa mirë. S'kemi pas kur telefonu së për Gjermanis. Jo, halo. Ja, i ri. Hajde, Joz, dregojmë që shkallove këtë fundjavë. Pa i mirë, jo kesh, pa i mirë. A dole për një qëshor, a bujnë atja aktivitetet si të na jo? Jo. Qysh bre jo? Jo, unë fundi jasë, bile si do mësë dilën e kom me fëmijë. Po? Ta, kom çdo dile, me dërtit. Një qërshor çdo dile e ka një. Po te. I pas ka ro mirë për na fak tina. Një rrugë dy punë. Jo, angazhimin e kom me fëmijë, çdo ditë. A di ç'po ja bani si për shën Valentin? Jo, do të më dash çdo ditë juvesh, po tash mirë, po tash çat ditë shënohet dashnia, këtë ditë shënohet. Një qërshori. Po tash ai varet për. Lani këto sene tash jo net. Ku je me 3 qërshor? Me 3 qërshor, këto jam në Gjermani. Okej. Joz, çka shijon? Mas shumë ti sipas teje, s'ka shije më të mirë se? Unë po them si në pranverës me vërtet e du pa mos. Okej. Po çka të pëlqen në stilin e pranverës përveç motit të mirë? Alergji. Poleni, hapqut gjithë ditën. Po? Ku ti bësh çdo vjet duket ma xet, duket ku ma mirë. Ma përshtatshëm, për deti gëzon këta. Mosha Jozës për deti gëzon. Dita po zgatet. E vërtet. Faleminderit Joz, përshëndesim, telefono pak më shpesh këtu se koke një telefonuz dhe dëgjues shumë i mirë. 5 sheki. Hajde tong. Ciao. Alo. Më thonë shkum vesht. Më një akum nalë pak. Jo, unë se akum nalë hish. Bile ma shumë se që do të të kam. Alo, përshëndetje, Viber. Alo, përshëndetje. Alo, kush të ka thirë? Hajë më është mja qëllu. Ja, se kom problem për mja qëllu. Po numri, se ne pak numri. Jo, s'kom ko me këshyr, besom, vishë pra në e thire. Prej Norvegjis, jo se di. Sabet thoqë. Ku je Sabet? O, që e Doja. Sa kesh të thonë Sabet, dyqysh i një paren. Apo? Doja. Doja. Ku je doj, që shdo dhuj, ku je doj? Daj. O, doj. Qka pën doja për nipin? E hampullën, qa është të thuj? Zbote se ndryshe, është kejt e di ndryshe, po s'ka lidhje. Ja. Të s'ta qoj ma lakë. S'ka shije ma të mirë, tha se me ongër doja dha pullën për nipin. Hajde ti të rekon, s'ka shije ma të mirë se? S'ka shije ma mirë se me ongër doja një pullë për nipin. Që kjo të më thonë, është ta? Në reprizë është. Okej, na i sen tjetër ako doj? Jo. Se në ma mirë, se më që me në gjesë, e mi përcjellë të minë për punë. S'ka shije ma të mira. Me nuk se e me pika një kafe të mirë. Pinti me lokum apo lokum? Ja, me lokum e me Me sa lokuma? Lokumin e kin topëlla për bolla? Lokumin e masa me një herë. Okej. Doj, me hunë. Mas kafe se pas ka këta lokumin. A di qka po nipi për dojen? Del pi kreditit. Oja, të më sta përvena moni. Ajde kalon shmirë, të shëndesim. Do vjen që atë. Që tonë. Rënqetje. E vaj krediti është i vetë. Ajde provoj qka është kjo punë se mirë.
Hajde po e presim telefonatën tjetër edhe pak minuta na pas kanë mbetë, shkoj ora. Mirëdita. O mirëdita edhe për ty. Kush na telefonon? Përshëndetje nga Gjakova për Fionin edhe Arsimin. O faleminderit. Kush na përshëndet nga Gjakova? Besa. Hajde Besa, ushtru beqashia ajo. Për një jetë nuk ka shije më të mirë se harmonia në familje. Okej. Harmonika? Por shem në Gjakov është i dallune. Tava kasapit, tava me patligjona, po më bon furr. Tava e kasapit. Okej, kjo ma e litë më majt men, ajo e Bedriz dhe më thone harrova. Naro, në Tava me kep, edhe tava Elbasanit. Oli, lesën a kapi lukse. A, që shbja bëni ju, dhe më thonë. Endre dërma do bëk të gjyshë to. Bled skifaj. Fiona, urna kur vjen në Gjakov, mërën qëtë numër qilën tas dhe dush këmë të bo. Që do të kasapit. Veç pa kasap, mos ma bir kasapit. Tava kasapit o ma kalajshmja. Ma kalajshmja, okej, u po. Që do mes? I përzin, për bërësit, e që në furë dhe qësh ka hanë. Musafire e le, të shkës që shta, pisha e diti kjo. Plus pa buk. Po. Bes, faleminderit, përshëndesim ty edhe Gjakovën shumë. Ju përshëndesim. Faleminderit. Ciao, tu në kalosh mirë. E të musafire e le. Nese, më sarë me marrë edhe një ase budin ku të zatë, pedin, se të vinë pak protein. Po, për ndryshe, jo, para, mësë me shku të Gjakov, tani ato, pedin ti. Pak energji. Për ndryshe, ju gjithë ju që jeni në për fitness edhe kur delni për fitnessit, nëse cilin market atu të protein line, e kini zotin protein line, edhe mundëri me shku me marrë me shijet mira me 27 gram protein, po mos harroni. Plus pa sheqer të shtuar, pa gluten, pa laktoz, dhe më thëmë për krejt kategoritë e mëndshme që kanë ndjeshmëri. Alo, përshëndetje. Përshëndetje juve. Kush na përshëndet? Telefonu Siri edhe kë. Kush na përshëndet? Jashtësori. Nga na telefonon jashtësori? Për momentin nga Orbita edhe bashkë mu përshtat tema, ju uroj një fillim jo në barë dhe një fillim muaj të mbarë. O, ta një e fshat mirën. Nga cila orbitje për momentin? E tokës. E tokës, okej. A mirë apo do këtë mirë? Mirë, nuk është keq, pak ka mujtë ma mirë. Kush ta dha vizën për me ardhë? Ka zjarë gjithandej për mirë. Ka vulkane pak e po e pa shetënën që vish. Po vulkane në Itali, për nëryshe. Stash me di pse përdin ti. Se mos i kish për të jetë, na është një farë nesë. Na kena një farë Barcelete, bisedojnë dy planeta me zveti. Adish, thojnë, marë thot toka bre, adish, thot ai, që ka toka, thot, është, thot, ka njerëz. Thot, hajtë, s'ka problem, thot, se zhdukën vetë. Ta një fshat mirën, s'ka shije ma të mirë se? S'ka shije ma të mirë se? Se Kristiani e të po? S'ka shije ma të mirë se shija kozmosit të gjësis. Për nëryshe, dhe që se keni ditë, kozmosit dhe gjësia ka shije të mishit të djegur, edhe është një shije fantastike. I ka djeg një herë, ka sa ka tu. O jashtë toksor. I vjen era mishi djegur. Seriosisht, mishi kujna është ai që u djeg atje në orbit. Që ato s'ka mu dalon me prestat, ja, që. Mishin që atje. Për ma po, shi u djegat shi, nese se ftoft djegët nga ftoftësia. Dësha me një emocione e kështu, në dashuria, lëptëria, po e, atë pare, të sene. Qka ka shije shumë për ty? Hajt, drejt regam. Kërkush nuk e tha shije në lekut euros. Sta po dali nga bankomati. O, thuj, bënë njerë jashtë, hajt si të zeni të regam, s'ka shije ma të mirë, se? Dudat. Qka të ho, e krasaj me shije në dudat. Seriosisht. Kush ka shije ma të mirë, a s'ka kur gjo shije ma të mirë se dudi? Iq nuk ka, këtë, baljoha, dhe që t'jo ofës brejtet në mërë dhe pse kur i thojnë dikuj që sështë, do me thonë i menqër ose bëna i farë veprimi diçka pali i thojnë dëd, o dëd. Se i but është. Po pse i thojnë dëd, kur dudi është i mirë diqysh. A i dudi, të dhe të e fjonë. A di pse, se dudat jetojnë shkurt, a vëti për qëta për siguri jo konë, ka mbetë se për nëryshe s'ka me duda, ta dini. Që ato adel për thu s'ka me duda, mi thunë dikujna do të më ofendu, zdi. Vojza me me pru për Greqie dë edhe për pres me knasimat madhe. Okej. Jashtë toksor. Qyz. Bukur. A u fitër se. Je i mrekullueshëm, tonë.
A kena ku edhe për një telefonat shpejt? Më thonë, veç 3 leshe sonë rëmësot sekreti kina kry. Tash, pas e da kry pjesën e parë, dhe të spishte, dhe më thonë, u pret, po, kur se tha. Ameti nësë na kishtë thirë, e këshim ditë përgjigjen. Tullumen e kaj. Tullumen me Tom Lores. E shihet mirë t'len edhe një dhuratë e bukur, si dhuratat e rubinit, për shembull me diamant ose ari 14 ose 18 karat, varësisht preferencave t'juja, kështu që shkoni rubin në Albi e keni, sidomos tash vera po vjen me festa të ndryshme, ahindje të ndryshme, shkoni atje keni zgjidhje për gjithçka. E keni edhe në qendër të qytetit edhe me 2 pika tjera në Ferizaj. Fjala Saigi, apo kupton çado, që ka fjalë turke, po edhe pas ka kuptimin e respektit dhe dashurisë ndaj të rriturve. Në qitën, okej, pse me thonë edhe respekt edhe Saigi. Apo kuptani, Saigi kishë që më respektojnë mu se ma e madhe, po kupton, qashtu e ka pos këshikja meni, apo kupton. Garantësh palla e madhe. Po vjen i musafir, Saigi do të me respektu e me jep dashnije, po së është me arrit, okej? Okej, respekt atje, s'ka respekt e Saigi atje. Alo, përshëndetje, telefonata e fundit. Saigi për këj shiken? Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Okej. Si e Orhan? Mirë, falem. Solidamori këtu. Si kalon? Mirë, të punu. S'ka shije më të mirë, se? Po, pa i përmend këto familjet ushqimin, se i përmend në kej. Okej, se thash mos po punoj sen tjetër, po, ushqimet, qka tjetër? Këtë klesh pi punën, shpi kur të ekë qerapët. Shije mirë, valla. Myrë shia. Vete antar tjerë të familjes. Myrë shia. Të kënash? Jam. Ama që të marin kom të frym pak. Po, la kënashen. Faleminderit që na ke thirrë Orhan. Jo, përshëndes. E pas një pasditet mrekullueshme. Faleminderit secilit prej juve që jeni bo pjesë e emisionit. Mos harroni me bo ato që ka shihen më të mirë, me jap shumë dashni. Saigi. Vazhdoni që ndroni me ne, se kena me qenë bashkë edhe për një orë tjetër, edhe krejt këto voice messages që na keni dërgu, edhe mesazhe tjera kena me lexuar pjesën e dytë, edhe muzikë të mirë, pse jo, kështu që siguroni me na dëgju në glamradio.fm ose merreni aplikacionin ton në iOS ose në Android. Përndryshe shihemi nesër.